Knella dhe trupin gjykues, por edhe shtetet të cilat kanë kohë për të biseduar dhe për të treg vërejtjen se këto aktakuza dhe kjo kërkesë për dënim është absurde dhe e pa bazuar në asnjë aspekt. Pse e ka skeptik, Azdrani? Sepse unë po të shoh atje edhe ma shqetësuar ndoshta se herave të tjera. Qyre Gonxha është mirë mu shqetësoj çdo shqiptar, po mëne unë edhe për qysh tash më janis me bëni plan. Derisa nuk ka prova. Pse duhet të shqetësohen? Të kishme qenë gjykata ndërkombëtare e Hagos, çfarë ka qenë ajo për krimet në Jugosllavi, tribunali, nisha kon krejt i relaksum. Pra në standarde të ndryshme? Patjetër këtu po dal, nuk kemi të bëjmë një gjykatë normale, kemi të bëjmë një konstrukt. Gjykimi është fars, e që të është mirë me kuptuena, që asaj gjykate nuk po interesojnë provat, nuk po interesojnë normativat juridike, jo gjykat o marue edhe e ka një synim, me i dënue këta djemë. Na është mirë qysh tash mu bogati, qysh duhet me relativizue, qysh duhet me zhbon këtë dom, në farë rrugë duhet me ndjek, mënyrë që mu përbal me pasojnë më të madhe kur vjen verdikti dënues ndaj djemëve. Unë nuk kom dilema që kanë mi dënue. Hiq asë një dilemë. Do thotë ti mendon që kanë mi dënue? Por nuk kom dilemë, jo pse janë të fajshëm, pra po thomë, kisha pas qef me dalë unë gabim, që kjo gjykat o marru mi dënue. Argumenti kryesor e të cilin e para. Me 80 orë, një muj masi o arrestua Shimsaqi edhe Kadri Veseli, Regjepi edhe Jakupi, ka dalë për të verbali, e keni pa dhe në media, që Jack Smithi flet me zyrtarët europiane dhe thotë këta djemë kanë mu dënuar. Ai 2020-ën ka pretendue, ka deklaru që dënohen pa nis procesi i gjykimit. A me kuptoni, pra gjykimi o farës, nuk kemi të bëjmë gjykat normale, kemi të bëjmë një konstrukt anti-shqiptar, që ky konstrukt nuk heq dorë për qëllimit në asnjë variant, sepse e ka mundësi, po them kushtimisht, në thojzat e artë mi dënue. Qëllimi është me barazohë kriminalin edhe viktimon. Pra unë nuk kom dilema, na o mirë, tash u bo gati, nuk kom mirë mu vetë knaq, nëse po dojmë u knaq, po dojmë u lëshur në emocione dhe po dojmë mi abon verë vetit për asyve, na muj mi abon. Po kjo nuk ka medalë që ka të letë sa po hamencajmë na. Unë pra po thomë, prova s'ka, është padrejtësia ma e madhe që i bondë një shoqënie, çfarë është ajo e shqiptarëve në Kosovë, përpjekja jonë për liri, po ka që i bën kësaj gjykate. Kjo nuk është ka dëgjon fare për argumentet e mbrojtjes. Kjo e ka matë edhe jonë të matë me denue ty. Kjo shqetësoj edhe vetë Lapin, pra që një farë mënyrë të barazohet UÇK me krimet që kanë bërë Serbia. Fatkeqësisht. A jemi të vetëdijshëm edhe ne se çfarë po ndodh në Hagë si popull? Jo, nuk ka sensibilitet të mjaftueshëm zbesoj se fatkeqësisht ka dhe të atil që i gëzohen një epilogu që fare po e parashikojmë në Azdrani, sepse edhe kanë kontribu që me pas një epilog të tillë, i kanë asistu provave, stisjeve, sajimeve të qarqeve që thash të Serbisë dhe të Rusisë, edhe bashkë patriat tonë në Republikën e Kosovës, rrjedhimisht edhe thash që do me thonë që nuk ka sensibilitet të mjaftueshëm, ndjeshmëri, solidaritet të mjaftueshëm, edhe nëse dikush veç e njeh si proces, po prap i gëzohet një epilogu që... Nëse bon një sen me shtue, që kjo gjykat, nëse kish pas që e para, nëse kish pas qëllim me i dënue krimët e kryme në Kosovë gjatë luftës, deri 2000 nëse është ka mandat, kjo ishtë dashmi dënua krimët që janë kryer në Kosovë nga gjithë, jo nga UÇK-ja. Është veç një etnike. Do më specifikohet subjekti. Që shtu të konë Nurembergu kur i ka gjykue në fund luftës botërore. Si ka gjykue veç nazistat që kanë qenë makineria ma kriminale në historinë e njerëzimit, por i ka gjykue krimët e luftës dytë botërore. Këtu po thojnë krimët që i ka bëu UÇK-ja, pra targetesh UÇK-ja, kur i dënon përfaqësues kryesor të saj. Shtetit Kosovës sot i kriminalizohet një proces ma i lavdishmi historik. Nga çlirimi deri te pavarësia. Nga pavarësia deri te gjeneteja. Azran që është projektu që mi dënuar. Po, projektu që... Na lyp me ek dorë mo pishpresës që dalin pa fajshëm. Na lyp mobilizim këtu me pas, shoqëror, shtetëror, institucional, kombëtar, qysh me zhbon këtë dom. Cilën rrugat që kemi ndjek pas dënimit, nëse po shqetësojmë edhe po ushqemi me iluzioni që kanë me dalë pa fajshëm, atëherë jemi ka i bëjnë dom edhe aty në djemve edhe Kosovës. Ta shumë se çfarë mendon Haradinaj lidhur me mendimet që ka Azdrani që krerët mund të dënohen? Në bazë të këtë tillës formës
që të ndërtu, qëllimet që ndërtu nga politika dhe kjo, normal që këtu janë të drejta dhe janë të lota dyshimet për me dyshu që do të ketë dënim dënu, sepse nëse është formu për me dënu dhe i lejot shkojnë atë formë dhe o sjellë që të drejta, ne kemi arsye mu shqetësu edhe për këtë çështje. Ju për me që thatë, e përmendi para, tha se kur t'i shkojnë në tribunalit, edhe unë po thomë, se kur t'i shkojnë kjo gjykatë e tribunalit, një me ishtë dorë në najtë komplet relax. Po pra. Sepse tribunalit do t'a kishtë hudhë akuzën që në fillim me bazën çfarë ka pas prokuroria. Unë e kuptoj që është organ politik dhe o gjykatë politike, raciste, etnike, e qëllimshme për të dënuar edhe këtu dhe kuptoj shqetësimin në këtë formë. Por me gjithat, po du me thonë edhe tjetrën, tani u shpërfaq kjo. U shpërfaq edhe ajo kërkesa, vet ajo dalja e që Xhexhlizi ka thonë ta duhet më dënu, u shpërfaq që tash ka kalu në një farë opinioni të përgjithshëm që pedin tonë që sa e pa drejtor, do të ka qerë maska dhe duke pa se kësaj gjykate i doli maska, që nuk është më gjykatë për drejtësi, që është gjykatë politike, që është gjykatë e qëllimshme, që është një etnike dhe selektive, unë prandaj shpresoj tash që do të ketë vendim lirues sepse, si thonë, bollobol. Kështu që nëse ata vesh janë të gjithë, edhe fiktore, edhe prokuroria me dënuar me patjetër, normal që do të ketë dënim